Unë dhe prindrit e mi jetoj me gjyshit dhe mami kujdeset për ta, por ata nuk e vlerësojnë dhe vetëm e shajnë dhe ofendojnë. Dhe i kanë thënë që me që falesh, dil nga shtëpia. Por mami nuk ka dashur të na përçajë si familje dhe ka duruar për hir të Zotit. Sa herë që ata flasin mamit fjalë shumë të rënda, unë i kundërshtoj. Dhe mami po më thotë se kam shumë gjuna ta bëj këtë pasi gjyshit janë bekim në shtëpi. Dhe Islami na mëson ta duam. Mashallah, çarnusi. Mashallah, Zoti e ruajt nonën tuaj si që e ka Flori. A kupton ti apo jo? Edhe e trajtojnë në këtë formë dhe kjo ju thot fëmijëve jo mos i kundërshtoni prindrit, gjyshin dhe gjyshin se janë bekim në shtëpi. Mos hyni në gjuna. Kjo është ky lloj modeli nusesh është specie në zhdukje. Se ekziston. Vallahi bilaj. Edhe ajo përdorimin që ka dhe për këto fjalë që thot Zoti i Madh ka për t'ia kompensuar kafshërinë e tyre, ka për t'ia kompensuar Zoti kush e di se si më së miri, vallahi bilaj për Zotin.